Nuk jem më tetovare se unë, edhe të dhimbën më tepër tetovarët që helmon, edhe më tepër se unë, domethënë. Unë se ministri i ekologjisë, Nurhan Neziri, nuk ndërmerr asgjë, vetëm hesht dhe jep do deklarata sharlatane. Unë ju tregoj dhe fuqishëm edhe bindshëm, sepse deklaratat e ministrit Nurhan Neziri, ministrit e ekologjisë, janë të sakta. Unë s'përdor asgjë ofenduese. Ju i keni në dorë këto çështje që mund t'i zgjidhni. Ju e keni në dorë fatin e fëmijëve tuaj. Unë vetëm kur gjastem. Vetëm do të pyes se si nan, vërtet, a nuk ndjen së paku si nan, jo si politikane. Nuk ndjen përgjegjësi për fëmijët? Nuk ndjen përgjegjësi për fëmijët, nuk ndjeni fajsi? Sepse ju i keni ndorë, ju jeni në qeveri, ju jeni 13 vite, dhe ky mjerim është si pasojë politikës tuaj të gabuar, zonja Shpresa. Unë as pak kur gjas kam me ju personalisht. Ju lutem, vetëm si nan, më tregoni, ndjeni rahat dhe komod në këtë situatë si helmoheni? As si deputete mos flasin ma. Ministri është i juaj, zonja Shpresa, a i ka në dorë bashkë me ju, që i votoni ligjet që vinë prej qeveri. Ajo që arrita të konkludoj, nga i gjithë fjalimi juaj, nderuara kolege, është fakti se përfundimisht, pas keni arritur të bëni dallimin dhe t'ja mësoni emrin të nderuarit ministër të ekologjisë, Nurhan Izairi. Dhe sa për informat, Bekim Neziri është ministër i ekonomisë. Çfarë pa turpësie? Çfarë pa ftyrshe? Unë i përsërit kam fjalimet. Pse përsëriten fjalimet? Sepse problemi ekziston, zonja, apo zonjush ka e ende nansi e ba nuk e dish përgjithësin për fëmin. Ti je këtu që shqiptarve, fëmive shqiptar të mundësësht një mirëqenje, moj, s'di si të quj edhe fjallë ofenduse, për ju s'kam ma. Ti nuk ke ujë në vendin tënë. Ti ajrë të ndotur ke, nuk ke shkolla për fëmijët shqiptar, nuk ke ambulanca për fëmijët shqiptar, ti mu më tregon këtu kush si e ka emnin, po njësoj jenive si ta keni emnin, si ta keni mbi emnin, këtë një jeni, as një punë zboni. Se për 12 vjetë vetëm rotuloni, njeni bati e ministri i ekonomisë, qetri i ekologjisë, po qa ka rëndësi emna si i keni be krejt një jeni, mos tem dë një fjallë ofenduse.